Një prej dy kutive të zeza është gjetur në vendin e rrëzimit të avionit të Air India në Ahmedabad, njoftoi të premten Ministri i Aviacionit Civil të Indisë. Regjistruesi të dhënave të fluturimit u gjet brenda 28 orëve nga Byroja e hetimit të aksidenteve të avionëve të Indisë. Të gjithë përveç njërit nga 242 personat në avion me destinacion Londrën humbën jetën kur u rrëzuan në një zonë banimi më pak se 60 sekonda pas ngritjes të njëjtën. Një zyrtar i tha BBC-s se të paktën 8 persona në tokë u vranë gjithashtu. Gjetja e kutisë së zezë shënon një hap të rëndësishëm përpara në hetim dhe do të ndihmojë ndjeshëm të hedhë dritë mbi katastrofën, thanë autoritetet. Drejtuesit e Air India thanë se në bordin e avionit Boeing 787 Dreamliner ndodheshin 169 shtetas indian, 53 britanik, 7 portugez dhe 1 kanadez. Një burim mjekësor i tha BBC-s se ata po mbështeten në ADN nga të afërmit për të identifikuar viktimat. Një zyrtar policie në dhomën e autopsisë tha për BBC-n se mbetjet e 6 personave u ishin dhënë familjeve deri më tani, pasi të afërmit e tyre ishin në gjendje të identifikonin ata bazuar në tiparet e fytyrës. Imbjetuari vetëm i aksidentit ajror, shtetasi britanik Vishka Kumar Ramesh është ende duke u trajtuar në spital nga plagët e marra. Ende nuk mund ta besoj se si dola gjallë, deklaroi ai për televizionin indian.